Asalamu alaikum të dashur miq, ky është takimi i një radhës përmes emisionit Dritarja e Agjëruesit, takim ky drejt për drejt, kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Është kjo dritare e hapur për ju që do të mund na telefononi pas pak për t'ju drejtuar të ftuarit ton me pyetjet tuaja. Ndërsa me ne në studio sonte është Hoxha Enis Rama. Hoxh, mirë se vjen në këtë emision. Mirë se gjej, faleminderit shumë. Dhe tashmë shkoi edhe dita e 7 e Ramazanit dhe të gjithë po e komentojnë, sikur po ecin shumë shpejt. E keni edhe ju këtë përshtypje, Hoxh? Është realitet që përsëritet çdo Ramazan, se posa të fillon Ramazani shumë shpejt vije gjysma dhe pastaj befas dëgjojmë ligjëratat për natën e Kadrit dhe përgatitet pastaj në fund për ditën e Bajramit. Kjo është lehtësim i Allahut dhe përgëzim për besimtarët, që nga një anë e kryen obligimin, nga një anë vijnë lehtësimet e shumta, që këto ditë me të vërtetë janë pikërisht sikurse i ka përshuar Allahu te barekuta ayyamin ma'dudat, ditë numëruara. Ditë numëruara janë të gjitha, çdo adhurim, gjithçka është e numëruar, por veçimi i Ramazanit me këtë përshkrim se janë ditë numëruara tregon se janë ditë veçanta specifike, por që kalojnë shumë shpejt. Është një thirrje për të na vëdësuar që shfrytëzimi i këtyre ditëve duhet të jetë në maksimum për faktin se shkojnë shumë shpejt. Andaj shpresoj që ai që ka mbetur të jetë më mirë se ai që ka kaluar. Pra, rëndësishme është që nuk duhet parë vetëm si një ikje e shpejt, por edhe si mirësi prej Zotit, si përjetim që Zoti po e lehtëson. Normal. Këtë. Njeriu kur është në gjendje të mirë, në mirëqenie shkon shpejt koha. Kur je për shembull natën i smut, e ke pa, thosh kur bëhet sabahu, kur je për shembull në telash në siklet, thosh kur kalon kjo ditë, mirë, po kur je në kënaqësi, në muhabet mirë me dikën, thosh po shpejt po shkon ora, Kjo është zakonisht orientimi i njeriu me kohën, pikërisht nga aspekti i gjendjes që ai kalon nëpër të. Prandaj kur kalon me dikë mirë, musafirin kalon mirë, ka muhabet mirë, duket që po shkon shumë shpejt. Prandaj edhe shoqërimi në Ramazan është shoqërim i këndshëm i mirë, me shkar nga Allahu i manduar, me mirësi dhe begati të shumta, që tashmë ne jemi në garë për vjeljen maksimale të këtyre begative dhe mirësive. Andaj duhet që këto ditë që po shkojnë kaq shpejt, nga njëra anë na gëzojnë, jo që po ik Ramazani, po të na gëzojnë që Allah po na lehtëson, dhe nga ana tjetër, të jetë çdo ditë e kaluar një thirrje për vëdësim dhe për të reflektuar pozitivisht në raport me këtë ikje të shpejtë të ditëve që nuk ka kohë që tua nesër do ta bëj përmirësoj. S'ka tani dhe vazhdo tutje në përmirësim dhe në shtim e sipër të vepra të mira, nga se Ramazani shkon shumë shpejt. Dhe Hoxh, gjatë këtyre ditëve, sidomos gjatë Ramazanit, përmenden shpesh disa hadithe të Muhamedit alayhis salam, ndërto përmendet edhe hadithi i niyetit që konsiderohet si një rregullator i sinqeritetit të besimtarit, pra sidomos agjërimi. Dhe ne kemi veçuar sot hadithin që thot pejgamberi alayhis salam, veprat shpërblehen sipas qëllimeve, niyetit dhe secilit i takon ajo që ka pasur për qëllim. Çka do të thotë ky hadith në një përmbledhje që të marrim më shumë mësime? Po. Ky hadith tregon dy gjëra më rëndësi, Allahu nderuar bujar. E para tregon se çdo vepër për të marrë parasysh, për të marrë në konsiderat duhet të jetë paraprir nga qëllimi, në çfarë qëllimi ke pas. Dhe pastaj në bazë të këtij qëllimi realisht edhe merr shpërblimin. Pjesa e dytë e këtij hadithi. Do të realisht ky hadith na tregon një lloj qarku, domethënë ku kalon një vepër për të shënuar në regjistrin e punëve tona të mira. Duhet që të kujdesemi, domethënë që mos t'i bëjmë punë me rutinë, mos t'i bëjmë punë me zakon, por t'i bëjmë me vendosmëri. Për shembull, dallon kur ne hajmë bukë, zakon shumë, natyrë shumë, apo edhe kur hajmë bukë me njet. Do njetin e kam që me rujt shëndetin, nga se Allah ka kërku me rujt shëndetin. Njetin e kam që më forcu, nga se pastaj më duhet për më falë, më duhet më punu, më duhet më mësu, më angazhu. Prandaj, veprimi është i njëjtë, por dallimin në vlerësim pastaj bëhet në bazë të qëllimit që kemi pas para se me nis veprën. Dhe sa më fisnik
Dhe sa më i sinqert është qëllimi, motive, njeti që ne i themi, aq edhe më i madh është edhe shpërblimi. Pra ndikon në vlefshmërinë e veprës? Patjetër, ndikon edhe në të agjërimit në këtë rast. Po, ndikon në pranimin, nga fillimisht në pranimin, por pastaj ndikon edhe në shumëfishimin e shpërblimit. Në sa më tepër njëtë ne arrim të inkuadrojmë në kuadrët një vepre, ajo vepër domethënë më tepër paguhet, më tepër shpërblehet. Dhe këtu e kam përmend dietarët se një nga aspektet që i bën dietarët të jenë në nivel më të ngritur nga njerëzit e rëndom nuk ka vetëm dija e tyre. Pasi dija nganjëherë mund të jetë rrethon rënduese, ke ditë po sa ke vepruar. Nuk ka gjithmonë dija që të bën më të mirë se të tjerët. Por ajo dije që të bën me qenë në përsimin e të tjerët, ajo dije që të mëson me bëu diçka me dije që në mungesë të asaj shkrihet me bëu. Në këtë rast është njëti. Është edhe njëti. Për shembull tash ne kemi qenë këtë mision. Qëllimi i përgjithshëm është të shpresojmë për hiç Allahut mënduar. Por të ka shumë tjera. Njëti, inkuadrojmë njëtin për shembull për mi ndihmu dikujt, diku më përgjigje, diku më ngushëllu, diku më inkurajoj. Këto njëte, një nga një. Edhe sa më tepër ne inkuadrojmë në veprimin ton, shkon duke u shumëfishu shpërblimi. Andaj një dietar thotë se në kuadrat e edukimit të familjes së tij, në raport me këtë realitet, në të shtimit të jetëve, thotë shpeshherë me familjen kur kemi nis, kemi bën një llogare. Hajde, për shembull, janë shkum kanë dalë darkë me hungur kushtimisht, ka dalë në piknik diku, dalë familjare. Thotë i thoya familjarëve, hajde kush po arrin me mbledh më shumë njete, edhe ka shumë leva. Edhe shënon japën. Pasi jemi nis, kemi sa njete ke boti 5, hajde ti, si sa 6, dikush ka bërë 10 njete. Apo, nga se ka qenë më kreativ në shfrytëzimin e situatës edhe veprimit që e ka bërë apo. Prandaj besimtari në esencë çdo vepër ka për hir të Allahut mënduar. Dhe kjo është e baza kryesore e çdo veprimi dhe çdo lëvizje. Mirë, po pastaj e pasuron këtë njët bazik me njëte tjera që janë shtesë e këtij njëti, që sa më tepër shtojmë njëte, realisht ne edhe e shumëfishojmë shpërblimin ton. Prandaj nuk duhet të qenë njeriu gafil i hutuar ka kësaj mundësie të madhe. Me hadithi po thot innamal a'malu binniyat. Veprat realisht nuk mund të quhen vepra pa niyet. Nuk mund të quhen vepra pa niyet. Unë për shembull, nëse kalim të për shembull, them një fjalë edhe ti përgjigjesh, ose komi që je këtu, apo. E ka qenë efekt për shembull, nuk ka qenë, ose për shembull veprim diçka që nuk është me vëmendje, nuk është me vetdije. Në këtë situatë nuk mund të shpërblesh, për shkak se ai nuk u llogarit vepër. Ai nuk është vepra, vepra domosdoshmë është kur ka niyet. Pastaj vepra vlerësohet në bazë të njerit që ke pasur. Wali kulli imrin ma nawa. Çdo njeri e merr shpërblimin në bazë të veprës që ka bërë. Sa më vepra fisnike, sa më sinqert, sa më tepër njete, më tepër shpërblesh padyshim. Në kontekstin e agjërimit? Në kontekstin e agjërimit. Ai caku, agjërimi. Po, këtu pastaj mund të futim ende më tepër njete të agjërimit. Esenca është, për shembull, esenca pse agjërojmë? Agjërojmë për të përgjigj Allahut në kërkesën tonë. Agjërojmë për ta kënaqur Zotin ton. Agjërojmë për ta pasuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Agjërojmë për të qenë shembull për të tjerët. Agjërojmë për të treguar se jena musliman. Shikoj, shumë shpejt 5 njeta, shumë më tepër se një njetë që po agjërojmë pse është borxh. Në rregull, okay, po për të kësaj çfarë ka? Do të ende më shtu me pasrua, apo. Për shkak se njeti është ai që e pasuron veprën, është ai që e shton veprën. Sigurisht se vëllëndëruar vjer në çdo situatë, apo. Ke pa për shembull çka thonë njerëz që kanë shije. Bukuria është finesa. Apo çdo finesë që kjo e kur ti për gjithçka e përkujdes. Tash për shembull, na këtu në studio, ka mund të jenë të një thjesht, një pamje anç, edhe emisioni është realizuar. Po. Mirë, po përkujdesi dikujt për çdo detaj që të bukur tregon se tash ti ka bu çdo e ka perfeksionuar pas veprën. Domethënë dhe bën më të bukur më të rreth apo. Në çdo përkujdesi për çdo detaj është realisht tregues i një qasje specifike ka shi punës që po e bën. Edhe adhurimi nuk është adhurimi diçka që ne e bëjmë formalisht, e bëjmë në mënyrë sipërfaqësore apo njëtin e kom për Allahun edhe çaq eci. Në rregull. Po zbukuroj pak atë. Bëhet më i dashur adhurimi pastaj kur i bashkangjiten niyetet ndryshme. Normal se bëhet më i bukur, bëhet më dobiprorës, bëhet më kuptim plot. Tash për shembull, nëse agjeroj
vetëm nëse agjërim ato një qetësi ka për shembull Allahu ja. Agjëroj për shembull për faktin që Allah ka obligim, por agjëroj me pasu pejgamberin son. Tash dashnia për pejgamberin është shtojc ndaj zbatimit të unit të Allahut mënduar. Kështu tash kemi në shtrim dhe kemi dashni dhe kemi pasim. Që padyshim me bën veprën shumë të pasur, më atraktive, më frymëzuese se thjesht kur bëhet vetëm nga nënshtrimi dhe përgjigje në kërkesë. Po. E dashur miq, ne tashmë kemi hapur linjën për ju që të na telefononi dhe do të mirpresim telefonatën e parë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Na kënaqëm me misione. Prej mëngjesit si qom, bismillah, pis t'i vinë deri sa të bina, na kënaqë shumë Allah ju kënaqët. Amin, edhe ju e faleminderit. Deshta mja bohu gjës një pytje. Po. Burri punon në Gjermani, edhe menaxheri veti shefi ka thonë nuk mundesh mu fal. E ka pyet a do na mundet mu fal, po ka thonë orë punës ju, veç I fal kaza. Vaktin. Po. Dhe kërkoni këshill nga hoxha tani. Po. Mirë, faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Inkuadrojmë telefonatën e radhës. Alo? Alo? Po, jeni inkuadrojnë emision, urnone? Assalamu alaikum. Aleikum selam. Deshta hoxhës më ja bëni pyetje. Po? Pas do namazi, kur të, do me thonë, I kërkoj Zotit me ma pranu namazin, edhe e bëja jeti kursin krejtë në fond, a është mirë, a është gabim diçka. Ajetul kursin pas namazit, e thu? Pas... Në fond, do me thonë e lusë Zotin, në Zot ma pranu namazin e qëllin do që jëmë të e falë, edhe të një e thamë edhe një herë që ta jeti kursin në fond. Pas lutjes. Po, pas krejt namazit, do me thonë ku te krymë fond. E qartë. Faleminderit për telefonin. Po, kemi pyetje tjetër. Po, patjetër. Fëmin, njonin e kam 9 vjet, edhe një 12. Po, falen her jo, janë edhe në shkollë, në zonë namazi e krejt, a e kom gjuna nësi shti pak si me zarmë me falë namazin, a duhet me kom pak me, duhet milion deri sa. Nuk ka që s'kanë qep, shumë kanë qep, edhe ku te falin shumë e një vetën mirë, a mo ndë njëherë ose nuk e nëzoj namazin. Dhe ju insistoni pastaj? Edhe unë insistoj, po, edhe I nëzën për shamull iftarin, kursë dhe I du kalon namazi e akshomit, tani unë e pak, po jo me vrajsh, kështu që është me to me... E kuptuam. Po insistoj për këta mi falë të shku namaz, po qa me bua, a milion gradualisht ka pak, a me kom pak me rrët, s'po di qa me bua. Mirë, faleminderit që na telefonuat. Allah ju shpërblift. Natën e mirë. Natën e mirë. Si t'ja bëj me rastin, thot burri është në Gjermani dhe punon aty nuk e lejojnë që të falet, namazet e bën kaza. Tash situata nga situata dallon, ju krejt namazet I bjen në punë, mendoj që zakonisht dreka dhe I kindia mund t'jenë problematike, atëherë sabajnë akşam lecin e falën kohët vetë. Unë mendoj që duhet me insistuar se drejt e tij, që s'paku të falet në pauzë. Ka pauzë për ushqim me siguri, edhe çfarë bën pauzë nuk është tek e fundit çështja që I takon shefit, dhe kjo është e garantuar me gjitha konventat për të drejtat e punëtorëve. Mendoj që duhet me insistu pak më tepër, me kuptu shefi që është serioze, ose edhe e dyta duhet që me bëndi një kompromis. Me thënë për shembull, kohën që e kaloj për namazin 15 minuta, unë t'i kompenzoj punë gjysmë ore pas punës, pas orarit. Don 15 minuta I ki çdo ditë ekstra shtesë për me në punë, nëse më lën 15 tjera më fal namaz. Mëse që është një ofertë kogjajorse për shefin, se shefi ka kryesisht problemin te koha që kalohet. Nga sa ta matë me minuta, normal, çdo minutë për ta është I shtrajt, edhe kur llogarit merr abdes, shkon banjë, falo, është kohë që kalon apo. Dhe mendoj që këtë dilemë e largu shefit, mendoj që mund të zbutet situata. Çështja e tretë është që nëse jeni punë nuk do më fal sunetet. Falë veç farzin. Farzi ka 5-6 minuta, falesh dhe 6 minuta, 7 minuta maksimumi dhe kalon në punë.
Domthonë ka mundësi të bëhen manovra të caktuara që realisht e lehtësojnë situatën. Tek e fundit nëse ka kësi lloj imponimi dhe dhune që në asnjë mënyrë mos më fal, mendoj që duhet me fillu prej tani me kërkuar një punë tjetër, ku mundesh më fal, mos rri pa punë, vazhdon këtë punë, fal namazin çështë ki mundësi, mirë po vazhdo me kërkuar një punë më të përshtatshme, më të volitshme, ku realisht hapësira për më fal është shumë më e madhe dhe më e garantuar. Po kjo është e fundit, unë i përmend 3-4 zgjidhje para kësaj që tek unë në ekstremin e situatës tek unë është edhe rrugdala me kërkuar një punë tjetër. Qartë. Thot lutem dhe pas lutjes e them ajetul kursin në fund. Ajetul kursia thuhet pas namazit. Muhamedi më ka thënë kush e lexon ajetul kursin më njëherë pas namazit, mes tij dhe xhenetit është vetëm vdekja. Domthonë atë është afër xhenetit. Prandaj nuk lexohet ajetul kursia mas duas. Ajetul kursia lexohet mas namazit dhe pastaj domthonë njëri bën ato subhanallahu alhamdulillah sikurse është e njohur tek ne. Ndërsa duan mund ta bësh në fund, dhe jo kursimisht çdo herë. Po mund të bësh nganjëherë dua nuk bën dua e kështu me radhë, por çështja do ose çështja tjetër. Po flas për ajetul kursin, ajetul kursia duhet që të këndohet më njëherë pas namazit. Qartë. Insistoj thot që fëmijët të falen nga një herë u ik namazi, janë të moshës 12-9 vjeçare. Insistimi nuk do të thotë domthonë imponimin, nuk do të thotë dhunën. Me insistu është një formë që ti tregon seriozitetin e çështjes, apo insistimi nuk kupton përmendje shpesh, e fal. Që kjo është po insistoj që ti më bëj këtë punë. Pa mjete të dhunshme, pa imponim të detyrueshëm kështu me radhë. Se për këtë 9 vjet nuk ka nevojë kaq me qenë me imponim apo më. Mi thosh ka herë ka 9 vjeçar, dhe ti bën 10. Po ky 12 po. Ky 12 duhet me kon pak më këmbgulës, edhe jo me e tërtu si me pas obligim, se nuk e ka obligim, por gati si me pas obligim, nga se kjo është afër që ti obligohet namazi. Prandaj një lloj insistimi është i kërkuar, një lloj domethënë sqarimi se situata është serioze dhe duhet më të gati namazit është e kërkuar. Mirë, vazhdojmë tutje, mi presim një tjetër telefonat. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. E kam një pyetje për hoxhën. Po. Para disa dite e kom pa një aksident vogël që ka ndodhur brenda parkingut. Një person e prek një kerr tjetër që është në parking, edhe personi në fjalë nuk ndalet me lënë zbanën, atë me thonë ik. Edhe unë si dëshmitar okulare rastit, në një moment vendosa me shkruajt një letër edhe me lënë te kere, mi tregu zbanunat e personi që e ka preke. Po ma vonë ka fillu që ajo më mbrej ndërgjetja. Ligjërisht, ndoshta kom po mirë, po fetarisht po dja kom po mirë. E kom lujt rolin e një shpijunkës, ndoshta ajo e qartë. Deshta me pyet hoxhën në këtë rast a kom vepru mirë edhe në të ardhme nëse veç e shoh, a duna me kryen obligimin të një qytetar me tregu, apo veç me kthy kryte dhe vovo që kur s'ka ndodhur. E kuptuam. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. E ka vepruar drejt në këtë rast hoxh? Po, ka vepruar shumë drejt, edhe ne duhet që realisht të pjekemi në këtë drejtim, të ngritemi në nivel të një qytetarie më bashkëpunuese, më aktive dhe informimin që u japim organeve të sigurisë në dobi të mbrojtjes së qytetarit nuk është shpionim në kuptim negativ, por është bashkëpunim pozitiv. Ne këtë fjalën shpionim duhet me heq mendjes tonë, nga se kemi të bëjmë me shtetin tonë, kemi të bëjmë me vendin tonë, kemi të bëjmë me organet e sigurisë të cilat realisht punojnë për të mirën tonë dhe punojnë në shërbimin e qytetarit. Prandaj nuk është shpionim, por është bashkëpunim pozitiv për me e ndalë të keqe. Dhe Muhamedi alayhi salatu wasallam na ka porositur që me e ndalë të keqe me çka të kemi mundësi. Tash çysh e ndal ka ndoshta mund të jetë një informim, domthonë anonim që me rujt vetën tonë ose me kon me konfidencë që mos mu dëmtu për shembull pala që ka informuar, kjo çështë pastaj rregullohet me organet e sigurisë. Mirë, po duhet me lajmëruar policinë. Unë mendoj që nëse ka individ në komunikacion të cilët e tekalojnë në mënyrë ekstreme shpejtësinë, apo edhe pse nuk ka radar, mendoj që duhet me fotografu atë mjet
tabelet edhe me dërgu policisë që ky po qarkullon me shpejtësi më rëndë se po rrezikon të tjerë që po qarkullojnë komunikacion. Kjo nuk është shpionim, kjo bashkëpunim për me garantuar një ambient të qetë të komunikimit edhe të lëvizjes edhe të veprimit për këtë qytetarët. Prandaj ne duhet me bashkëpunu me organet e sigurisë, është janë bijtë tonë, janë motrat tona, vëllezërit tonë, që dalin nga shtëpitë tona. Apo ne nuk po këndojmë për armikun kundër vendit tonë, për të mirën e vendit tonë. Prandaj mendoj që jo vetëm këtë aspekt, por shumë aspekte tjera, çdo rrezik që e shohim, çdo çështje të dëmshme që e shohim, çdo person i cili domosdoshmë sillet me rrezikshmëri brenda një hapësire të caktuar ku rrezikon qytetarët, ne jemi të obliguar edhe vetëresht të kontaktojmë organet e sigurisë që nxitojnë të marrin masë të duhura. Joni të përzimin situatë, joni ta marrim drejtësinë në dorë, me që kemi organe kompetente, por ju të mbetemi indiferent ka situatës, sikur që ata shikuesja ta kthejmë kokën, jo mos e kthej kokën. Por kjo që ke vepruar është një qytetari aktive dhe është një mbrojtje e një padrejtësie, është një, më thonë, mbrojtje ndaj një njeriu që i është bërë e padrejtë. Dhe është një ndihmë ndaj tij që realisht me marr të drejtën që i takon. Në rregull është komplet dhe kështu duhet vazhduar. Mirë, vazhdojmë tutje, mirëpresim një tjetër telefonat. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Deshta një pyetje hoxhës. Po. Lidhur me namazën. Po. Unë zakonisht kur i falë edhe sunetet edhe fazet kur jam e lidhë të se konaj, ta marrëm shembull kone drejkës. Po. I që janë sunet, falë, prap sunet. Unë masi që i pali këto, e thonë për ato të subhanallah, të spidovën të spit, ta një duan e aminit, edhe e kry. A është në rregull, këse dikush po më thotë që vetëm mas fazet duhet me thonë ajeti kursinë ato, të spi, s'po ditash se kuptoj bashkë jasë. Do t'ju sqaroj hoxha. Është rregull namaze. Faleminderit. Hajde, përshëndesëm. Selam aleikum. Aleikum selam. A po vepron drejt hoxh? Me këtë renditje? Tek ne në xhami është një renditje, domethënë që është e njohur ku falen të gjitha namazet, në kuptimin e asaj që ka të bëjë me vullnetarët, sunetet dhe farzin, pastaj në fund bëhet e ceremonia e përbashkët e tespive dhe e duas. Kjo çështje ka mbetur, domethënë, tek ne për arsye të caktuara, domethënë që realisht në atë kohë është parë që të mahet një rregull në disiplinën e xhami, kjo ka trajtimin e vet. Po kur falesh në shtëpi, Muhamedi alayhi salatu wasalam, ajo që është transmetuar nga ai është se tespidohen ajetul kursi dhe tespit që i ka bërë subhanallahu elhamdulillah Allahu akbar, i ka bërë pas farzit. Kjo është tradita e Muhamedit alayhi salatu wasalam, i ka bërë pas farzit. Por nëse falesh në shtëpi, do të sprish punë, në kur diçka, edhe ajo që ti vepron nuk bien dash, domthonë diçka më thonë që valla nuk njihet, ngjihet edhe mas farzit, edhe mas suneti më bëfton. Mirë, po më që po pyet për praktikën më të duhur, më të kompletuar, atëherë padyshim se udhëzimi më i kompletuar dhe më i duhur është udhëzimi i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Mirë, vazhdojmë tutje, mirë presim telefonatën e radhës. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Po ata një pyetje për hoxhën, edhe është pyetje goxha specifike, kom tentu me gjetë mendimin e tij ligjërata ndryshme, po nuk kam mujt me e marr. Deshta me pyet për çështjen e ngritjeve të duarve namaz. Kohëve të fundit më është bosi lloj vete, herë po e bëj, herë nuk po e bëj, herë po duhet me bodo me thonë, do të që e bon edhe me vejtë i shtetit tonë, herë po vjen një vezvese që duhet me botë që ka po profete, nëse kësha mujt me marrë një mendim prej hoxhës. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Për çështën e ngritjes së duan namaz, normalisht ka dy versione të transmetuara që dietarët në bazë të tyre kanë ndatuar qëndrimet e tyre. Është e mirënjohur që në mëdhëbin Hanefi, që është mëdhëbi i vendit tonë dhe e jonin këto troje, do thotë nuk është e parapar ngritja e duarve. Pra unë të këshilloj që ti përmbash mëdhëbet, me që përmbash në shumë aspekte mëdhëbet, mos më dalë nga mëdhëbi, ti përmbash mëdhëbet të vendit tën, ti përmbash mësimeve të hoxhallarëve që ke mësuar për tyne dhe je rahat inshallah në këtë aspekt. Qartë. Vazhdojmë tutje. Alo. Alo, më mbrëma. Mirëmbrëma. Desa një pyetje më në vogël. Po, cila është pyetja? Tash
unë dikë të mitë mas direktorëve Sinet, a të vetë në mas të direktorëve Sinet Selam, të dikë të ta shumë e kusë të këmë falë mas 4-4 Selam. E ke fjallën për teravit, apo? Urna? E ke fjallën për namazën e teravive? Po, jo, teravive kom për gjithë të minutin. Ato të matë të të... Pak si dobët për dëgjohet, të lutem, a bën edhe njëherë vetëm pyetjen? Po. Po? Disa një a duhet mas do të katëve të sinetit me dhonë selam. Apo unë ma herët, mas që janë për samull 4 drejta si i ka, kom dhonë mas 4 të selam. Faleminderit shumë. Ke natën e mirë. Natën e mirë. Tere Hoxh? Aja që ke bërë deri më tani, nuk është diçka që qartuar për te, nuk është diçka që ke bërë në kundërshtim me rregullat. Në rregull është, mirë po nëse pyet për ato që është më e duhura, më e kompletuara, më e mira, edhe sipas argumenteve, po edhe sipas shërimeve të dietarëve që kanë folur për këtë çështje, atëherë padyshim se më mirë është me dhënë selam pas çdo 2 rekateve. Qartë. Sim tutje, telefonata e radhës, urnone. Alo, mi mrama. Mirë mbrëma. Një pyetje për Hoxhën ndoshta. Po? Sure Kejf, çfarë kohë me lexuan për premten, për shembull, gjuma. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Po, për kohën e leximit. Sura Kehf është e preferuar të lexohet ditën e xumë. Andaj koha më e dur dhe më e mirë është lexohet pas namazit sabahut. Kur cin sabahu fillon me llogarit ditën e xumë. Kjo është më e mira. Edhe pse ka disa transmetime që flasin për mundësinë e leximit të surës El Kehf ditën e ajte pas akshamit. Se është tash nata e xumës. Kur të bëhet akshami i ditës së ajte, tash kemi në natën e xumës. Për shkak sipas llogaritjes kohore në bazë të udhëzimeve shariatike fetare, nata i paraprin ditës. Andaj mas pari vjen nata e xumës pas ditës e xumës. Ke pa natë në Ramazan për shembull, mas pari natën e parë të Ramazanit, çka bëjmë? I falim teravit. Të nesërmen ne agjërojmë. Në Ramazan realisht hyn pas namazit të akşamit, për sa i falim teravit. Pastaj agjërojmë. Kjo është domthonë matja e duhur. Andaj në këtë aspekt them, nëse mundesh me lexuar surën Kehf pas sabahut ditën, kjo është më e mira. Po nëse lexon natën pas akşamit, për shkak se ke frikë se ka mundësi me tik ditën, për shkak të angazhimeve, edhe në këtë situatë të llogaritës se e ke lexuar surën Kehf brenda kohës së ditës së xumës. Alo, telefonata e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Ndesha me bërë një pyetje. Po? Unë në një periudhë të gjatë, kam rënë shumë istighfar. Po? Po mas asaj periudhe, i pas 2 paraliza të gjumës, edhe më kanë tepër shumë nangë. E desha me pyet Hoxhën tash më kego, me i fal 5 vakte namaz, po kam shumë të çytje. Kam shumë shqetësim, frikë. E të desha me gjithë ma shtim, kjo që është si ndërshkem, ose si qka. Faleminderit. Kemi një tjetër telefonat, alo? Aleikum selam. Keni pyetje? Duket kjo telefonat ka probleme për inkuadrim. Kemi një tjetër, apo do t'i përgjigjemi pra telefonuesës. Kam bërë më herën shumë istighfar, tani kam shumë cytje, frikë e kështu me radhë. Si ta shoh këtë, si sprova apo si ndryshkim? Nuk ka nevoj me hulumtu si me pa dhe se ka kardë. Duhet me di si me trajtu. Vezvese duhet injoruar, nga se janë tendenca djelëzore për me të friksu, për me të mbraps, kështu që ne duhet ato me injoru. Injorimi është përgjigja më e mirë. Në çfarë kuptimi injoru? Me fal namazin, me vazhdu me istighfar. Nëse nga njëre shejtani tenton me e lidh një problem që të ka ndodhur me një punë mirë që duke bë.
për me të binë ty se shkaktari i kësaj të keqë është që kjo punë e mirë që ke bua. Andaj ndaj që më të nalë kjo, nalë këta. Na nuk bëmë zbrapsë këto. Nuk bëmë zbrapsë. Nga se Allahu Gjallera ka përmendë në Kur'an se mjeti kryesor që shejtani e përdor kundër njeriut përmes çytjes është friksimi. Ai të me e friksu njerin, me e friksu nga dhënja, nëse jap, me e friksu se i vjen varfënia, me e friksu për shembull nga vdekja, me e friksu nga fatkeqësi që mund të më ndodh, për shembull sa ka njerëz që duan më fal, pas dia mund na më majt, tani s'mund na më bëj këtë punë, këtë në çytet shejtanit, këtë ndjellëzora. Ose për shembull vjen e frikson njerin, thotë ti sta fal Zoti, sa gjunat i ke bëti, ose dikon për shembull thotë ti bëj pendur, se pse po bën mëkat, apo pse pendur bën hajgar me pendim, apo këtë to janë çytet shejtanit. Sa të bësh mëkat pendohu, sprish punën apo. Ne na duhet me një udhëzim në Allah, që ka Allahu thotë, jo që ka shejtani apo. Edhe Allahu xhallahu ka bërë namazin, e ka bërë qetësim. Për mendjen e Allahut, Allah ka bërë qetësim. Ne duhet na me luftu për këtë gjendje. Sepse nuk mund vjen në fillim më një herë. Pra ndikur me kon tet i stresuar, i zhvillim me thon thuaj Allah e qetësosh. Nuk ka bash ashtu kjo punë, apo se me kon kështu çdo kush e kish përdor madje edhe për formalitet, por Allahu xhallahu ka nis pro njerëz kush është sinqerti. Njëti që formë çfarë njëti ki për këtë punë, argënasi Allahu te barekuta, apo është ki interes më qetësu, pastaj harron Allahu xhallahu ala. Këtë është prova dunjas që vjen. Prandaj këm golën punë mira përkundër çytjeve, përkundër të lashave. Këm golën në namaz, këm golën në përmend Allahu te barekuta, rregati më të madhe lutjeve të mëngjesit dhe brëmes, që thuhet dhikri sabati edhe i akşamit, rregati shumë kësaj dëgjoj Kur'an. Tash në Ramazan lexo Kur'an, se dimë lezuar arabisht, nëse nuk din dëgjoj Kur'an. Lëshoj surën Bakara ose surat e tjera të Kur'anit, dëgjoj me vëmendje, me përqendrim, lexo përkthimin e Kur'anit që të shohësh kuptimet e asaj që e ke dëgjuar me radhë. Lut Allahun e manduar që Allah më të largu këto, nga se vetëm me Allahun largohen. Tash është koha e duave, agjërueshëm, niftar, syfer, bëjmë dua me largu. Ekstremal këto janë mënyra që realisht janë efikase në bazë të garancave të udhëzimit që vijnë nga Allahu te vartohet se largohet inshallah kjo çytje. Prandaj mendoj që me kalimin e kohës shkon duke u largu. Mund të jetë një tensionim momental, mund të jetë diçka kalimtare, nuk e di pse ka ndodhur, tash çdo kush e ka atë arsyetimin e vet. Por ajo që më intereson këtë situatë është që me këmbgul me vazhdu tutje në punë të mira dhe mos mu zbraps. Kjo është e rëndësishme. Mirë. Vazhdojmë tutje, inkuadrojmë telefonatën tjetër. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po. Çdo namaz që morëm tek bie, i fillim do të ne këndu subhaneke apo do të thojnë jo me të veknuar, s'ka obligim. Edhe e dyta pyetje, të daj në Ramazan që po na vjedhë shtëpia, që të demolojnë shtëpia. A kena drejt me lutën Zotin në maftua ta njerë që përna i bojnë këto në kohë iftarit? E qartë. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. Pra duhet në çdo namaz kur marrim tekbir ta themi subhanallah. Po, sartë të marrim tekbir në fillim, e këndojmë e vetë quhet apo dua ul istiftah. Duaja hapëse, që me të hapët namazi, thuhet subhanak Allahumma bihamdika e shkëmërat. Prandaj kjo thuhet. Normalisht në kuptimin e dispozitës juridike për subhanaka nuk është obligative. Por nuk do të them pse s'është obligative mos më kënu. Ju e këndon subhanikën gjithmonë edhe vazhdon tutje, nga se kjo ka qenë praktikë e vazhdueshme e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Vjedhjet që po ndodhin në Ramazan, ana lejohet mallkojmë. Ati që i është bërë pa drejt, ai ka drejt me lut Allahun te vartë kundër atij që i ka bërë pa drejt. Domthon, po nuk do të thotë kjo që më shku direkt në mallkim. Ka edhe nivele pak më të buta të lutjes para se më shku në mallkim. Mirë, po a ka drejt atë që të ka dëmtu, edhe të ka sulmu, të ka vjedh, e kështu me radhë, më lut kundër ti, po lejohet më lut kundër ti. A lejohet. Por mirë kështë me qenë me lutë Allahun që Allahu me udhëzu, me përmesu gjendin që mos me vjedhë mo, e pastaj mush me kalu dhe tek duaja kundër ti. Qartë.
Vazhdojmë tutje, alo? Alo. Po, nani? Selamu alaikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Po, cila është pyetja juaj? Kur I falëm farzat namazit në xhamat. Imami më falëm pazon. A pranohet namazi? Imami si edhe një herë? Farzat kur I falën me imam. Po. Por imami I fal pazon. A pranohet namazi? Qartë. E qartë? Po, e qartë. Faleminderit. Selamu alaikum. Aleikum selam. Presim telefonusin tjetër, alo? Alo? Po? Deshta me aboni pyetje hoxhës? Po, cila është pyetja? Deshta me pyet hoxhën përveç farzit që është në fund të namazit sabahit edhe të i qëndijes, mirë thash. Në farzit tjera une mas e knaj, adin e të jatën salavatet edhe Allahu me rabëna, mas e t'jap selam i ngrej durët edhe thëmë të spidovën, tani e bëj dhekrin, edhe bëj 100 herë stakfirullah, do shta me dita jam në regull me qëta. A jemi të kjartë më falë? Po, shumë e qartë. E kuptuam, faleminderit. Mirë, thot, kur falmi me imam farzet, a I falë pa zë? Këtu e në dy çështje. Çështja e parë është nëse imami në namazin që duhet këndu me zë, ka këndu pa zë. Do në akşam imami nuk ka këndu me zë, po ka këndu pa zë. Themi se namazi është në rregull, pasi këndimi në namazin farz është sunet. Me zë. Me zë. Andaj, nëse ka gabu imami në këtë rast, mund të bëhet një sevisejgje në fund eventualisht, por namazi është në rregull. Nëse ka të bëj me imami kënën pazo, na heshtim nuk këndojmë asgjë pas imamit, për shkak se imami është duke këndu fatjen, e pse nuk e ndëgjojmë ne, është namaz në rregull, prapë themi namazi është në rregull. Në dy versione domon parë çfarë situatë ka të bëjë me atë që ka pyet shikuesi, kjo është përgjigje. Dhe telefonuesja tjetër e përmendet atë pas namazit, i ngrizduar. Kur të këndon ajetul kursi nuk ka më ngri duart. Asa ajetul kursia domthon nuk është transmetuar nga pejgamberi sa kur e ka kënduar I ka ngri duart. Dhe nuk këndohet ajetul kursia me duart të ngritura, por e këndohet normal. Edhe te spiçi po I bën subhanallahu në rregull është, ndërsa me thon 100 herë stakfurullah mirë është, por nuk ka mirë me bëu traditë vazhdueshme si me kom pjesë për bërse edhe dhikrit apo. Për shkak se nuk ka transmetim nga pejgamberi alayhi salatu wasalam që në mënyrë të rregullt I është përmbajtur këtij dhikri. Prandaj na pse themi gjithmonë ka 33 herë subhanallahu pas namazit, gjithmonë, për shkak se pejgamberi më është përmbajtur në mënyrë të rregullt. Ndërsa stakfurullah nuk është përmbajtur në mënyrë të rregullt. Ma ti mund të thuash nganjëherë 20 herë, nganjëherë 30 herë, nganjëherë sush heq, nganjëherë 100 herë, domthon ndryshimi I versionit jep me kuptues se ti nuk po e bën në mënyrë të vazhdueshme të rregullt. E posa del nga kjo, domethënë nga vazhdimësia dhe nga të bëhet në mënyrë të rregullt, atëherë domethënë në rregull I pse po e bën. Por jo më bë e zakonshme. Për shkak se pastaj është në shpërputhje me udhëzimin e pejgamberit që e ka bën në mënyrë të rregullt pas namazit, e që është ajetul kursia dhe tesbih që I përmendëm. Po. Vazhdojmë tani me një tjetër telefonat, alo? Selamu alaikum. Aleikum selam. Dhe ishte me voni pyetje hoxhës. Po. Para Ramazanit, domethënë kur nis me fillu me punë më shumë, ku mor do punë kogja shumë. Tash jam të punosë shumë. Dhe ishte me vetë hoxhën që është se sumpia dha hokin ta mos të duhet nëse Ramazanin edhe farzën to si lokur, ashtu kështu po që në taravih me shku namaz natë këto jo shumë. Nëse salata vitrin kur po çona se fer me humor e pali, po jo më shumë, sepse ju ku marr shumë punë edhe po duhet më dal njerëzve në fjalë. Tash është pak është më mirë që Milan pak ta njerëz. Po. Kuptoj pyetja. Faleminderit për telefonatën. Marrim një tjetër telefonues. Urnone. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta me abu një pyetje hoxhës. Po. Për luqet tash, kur për folëm të ravit, po bojmë luqe, edhe fond mas vitrit. A mund të më nëjë një këshilë hoxha,
A është bidat ose jo? Lutjet mas vitrit. Po, mas taravive. Edhe në marë mas vitrit. Pi bjen dyja, pi bojnë atë lutje. Mas vitrit do më thëni krynat e spit, edhe bojnë atë lutje prapë. E qartë. Ruam, falenderit. Falenderit, selam aleikum. Aleikum selam. Atëre, vazhdojmë me përgjigjen. Thot, kam marrë shumë punë para Ramazanit e tash brengosit sikur nuk po e jep hakun këtij muaji mjaftueshëm. Me që ke marrë punët, edhe pse këtë pyetje të kështë bo para Ramazanit, kështë me qenë përgjigje pak më ndryshe, por me që ke marrë punë, tash duhet njerëzit më ju dalë fjalë. Nga se zbatimi i marrëveshjes dhe plotësimi i premtimit dhe zbatimi i premtimit është obligim. Ndërsa namazi taravive është vullnetar, sunat. Mundohu me gjithë një mesatare, për shembull, nëse s'ki mundësi me falë taravit me rregull, vitin për e falë, okej, vitin e vatëri rekate, falë 2 tjera, ato s'janë 3-4 minuta, mos e zgatë shumë, për e tjemë shumë 5 rekate, apo që nuk është bash vitër i zakontë shumë i para Ramazanit. Kari është tonë 2, kari për shembull tash ka 10 shifun, mundo pak me rregullu pak situatën që në 10 shifun fund me kon pak më aktiv në adhurime. Gjithashtu mundo këtë mungesën e adhurimeve në Ramazan, sikur të taravia edhe ndonjë adhurim tjetër, me kompenzu me ndonjë adhurim tjetër. Për shembull, ti ke marr punë, edhe tash fitimi është më i madh për shkak të punëve. Në rregull, tash si mund të më fal taravit për shkak se po punon. Në rregull, rritë sadakon. Jep sadakon më shumë, si kompenzim për taravit që po më fal. Në reagon në një mënyrë si kompenzim për punën që ke marrë, që të balansosh. Po, mes kësaj dhe mes asaj. Tash nuk mund që ka marrë shumë punë për shkon taravit dhe rrim. Në rregull, s'ka mundësi me shkon taravit, jep sadakon më shumë. S'ki mundësi me shkon taravit, në rregull është. Po mendoj tash ti në zonë, ka ndodhur çka ka ndodhur. Përmend Allahun shpesh, tu punu tu la ilaha illa Muhammadur Rasulullah, subhanallahu alhamdulillah, përmend Allahun dhikrin, aktivizoj dhikrin. Do mundohem me vë balansë me adhurime të tjera që nuk janë në kundërshtim me punën që je duke e bërë. Po vazhdojmë me lutjet pas taravive dhe pas vitrit? Kjo është një praktikë që dallon nga veni në vend. Domthonë, nuk ka ndonjë argument për këtë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, nga se pejgamberi është shumë i taravit ka fol vet. Po as në kohën e Omerit kur ka filluar taravit nuk ka qenë domthonë e transmetuar se kanë bërë dua kështu sikur se bëhet, është një traditë që ka me tek ne apo më. Prandaj mendoj që duhet rishikuar këto gjëra që bëhen tek ne për të bërë në përputhje me mëdhëbin që dietarët e mëdhëbit kanë folë, që edhe zakonet traditë me përputh me mëdhëbin që është tek ne. Prandaj nuk jam për me bë larg asaj probleme ose me fut hutin xhamat, por sërimet janë të kërkuara. Nëse janë komunitet, nëse janë bashkë me njerëz banë duan me njerëzit, mirë po jo mbi bazën asaj që ka argument për këtë që ka bëu Muhamedi alayhi salatu wasallam. Për faktin se nuk ka transmetim që pejgamberi ka bëu dua mas taravih, pas apo ka bëu mas vitrit, nga se ne duhet të përmbahemi asaj që ka ardhur në transmetime nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka ardhur në shpjegimin e dietarëve që realisht në këtë rast nuk e di që mund të gjejmë tek dietarët e mëdhëbit Hanefi, domthonjë që janë unanim në këtë çështje apo që e kanë përmend këtë çështje me bëu duan mas taravive, pastaj me bëu mas vitrit. Allah dhe mas miri. Vazhdojmë tutje, mirëpresim telefonatët të tjera. Alo. Alo. Po. Selamu aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje e hoxhës. Po, noni. Unë jam me mbuljes dhe me nikap. Kur po shkoj në xhami, prej motrave musliman po kam presion të madhe. Po të pse e kem gjithë këtë nikap, kjo është e tepër, po unë sa e di sot jemi ko fitneve, edhe kemi obligim për me qitë nikapin. Falënderit. Selamu aleikum. Aleikum selam, mirëpresim një tjetër telefonat, alo? Alo, mirëmbrëma, selam aleikum. Mirëmbrëma, aleikum selam. Kemi një pyetje për hoxhën? Cila është pyetja juaj? Qëllimi 72 janë me kënu në shtëpi, që më në jemi i kënon, a është bidat? E qartë? Më ndëgjëm? Po, e morëm pyetjen tuaj, falenderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Kemi një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Urime për hajë Ramazani, koftë dhe hoxhës. Falenderit.
desha me bu një pyetje, unë për shembull që s'jam e mbulume, i fali krejt vaktët, po thojnë gjyna, kur të qetë shamin, mu fal tani me hek për shembull apet, me nej gjithë ditën qplume, kur vjen vakti normal që marr avdes edhe mbulona. A është gjyna që nuk jam e mbulume pe heku shamin, veç kur po falna. Kuptuam, faleminderit. Tani dashur miq, ne do të shkputemi për pak qaste dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit. Është emisioni dritarja e agjëruesit, dashur miq, që po na shoqëron së bashku në këtë takim të drejtë për drejtë. Me ne në studio është Hoxha Nisrama, me cilin do të vazhdojmë të mirëpresim telefonatat tuaja për gjithë ata të cilët na dëgjojnë përmes Radio Kriteriës. Numri i telefonit për të na telefonuar është 045494853. Ndërkohë ne kemi në pritje telefonues që presin të inkuadrohen, e marrim telefonatën e radhës. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Unë kam 71 vjetë. Po? Polna. Po kam probleme kam. E nuk moj me falë kështu në kam. Me ra falë ullë. Po edhe kam një probleme me urinë. Me ujë. Edhe një gjdo avdes gati nuk po thëmë gjdo i dyti avdes që marë shpërlona. A banë mi la kam edhe një herë kur dalë pej banjës që marrë avdes, a është me qatë lanë, ose dikush për thëtë me qatë lanë, nuk ka dertë. Edhe tash mu ka bo marak, se i kam 71 vjetë, ka gjëjëm e vjetër. Mirë, do të përgjigjet Hoxha, faleminderit për telefonatën. Aleikum selam, e faleminderit edhe jo se na knasht me qëtu emisione, se na generatat më vjetra i na me pak si Mrapa, ju të rritë për dhe një pak ma mirë. Allah të ruajt. Na i në njësë rritë në komunizm, edhe s'kena di qatë. E që shala Allah i në falë. Amin. Faleminderit shumë për këtë telefonat. Natën e mirë. Natën e mirë. Marim një tjetër. Kemi një tjetër telefonues. Alo? Alo, mirë mërëma. Mirë mërëma. Desha me ato një pikë e hëgjës. Po? Lidhje me namazën për shamën. Të njerë kër e kanë qysë që të minjë, e kena pasë një imam para lukë, ma herë. Namazën e taravijës, kër e kryshëm kejtë taravijën, natën e kadrit, në shtike me vokë ka 72 herë e stokë firullah e ladhinjëve të bëjlej. Ka 72 herë. A është në rejkën kja ju? Faleminderit. Me ndërësërësje edhe një pyetje të datën. Po, no. Për datën si që tanësit. Qëfar do me bo masuti këtu? Doaja e mësyshit, apo? Po, për ankth, të ka njeri. Për ankth. Po. Shumë faleminderit, mirëmbëngjes. Me ndërësërësje. Faleminderit. Ashtu, kemi një tjetër telefonues, pastaj vazhdojmë me përgjigje. Urnoni? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje ty Bujar Marfore, edhe hoxhës nderuar e Nisramës. Faleminderit. Urime mujin shejtë Ramazanit. Faleminderit, urime edhe juve. Faleminderit, deshta me bo veç një pyetje. Po. Unë i fali 5 kohët e namazit. Por ndonjëherë për shembull ngoj edhe muzikë, shtëpi edhe duhanin edhe ka herë që se senësh domethënë që se gjunohesh, amo namazin e ruaj. Qysh është gjendja jam me çdo sene, domethënë me këtë muzikë, me çdo sene, që me çdo smundje shpirtërore qysh mi hiq, domethënë qysh mi larguem, edhe nëse i bëj namazi është në rregull. Kisha pasur me ditë pe hoxhës e Nisramës. Që ngoj shumë. Faleminderit shumë. Allah shpëleft. Faleminderit shumë. Amin edhe juve. Vazhdojmë, thot, më kritikojnë motrat në xhami për nikabin.
se përket mbulesës së fytyrës nikabit, do të thonë ka mos pajtim tek dietarët rreth dispozitave juridike, ku ka shumë nga dietarë që e trajtojnë si obligim, nëse shumica dërmuese e dietarëve trajtojnë si vullnetare sunet. Unë për veti mendoj që mbulimi i fytyrës nuk është obligativ dhe në vendin tonë mjafton që një grua ta ketë shamin si duhet, ta ketë mantillin si duhet, pa pas nevojë me mbulu fytyrën. Mirpo nëse dikush në bazë të disa mendimeve të dietarëve të tjerë preferon për vetën e vet me mbulu fytyrën, nuk duhet t'i bëjmë presion. Nuk duhet ta konsiderojmë se diçka ekstreme radikale të pruar, nga se kjo çështje është shumë e mirënjohur nëpër botë kudo qoftë. Kështu që nuk duhet bërë presion, as ajo nuk duhet bërë presion atyre që se kanë fytyrën mbuluar, pas ato nuk duhet presion asaj që e ka fytyrën mbuluar, ne që duhet ta kuptojmë mbrana një koloriti mendimesh brenda dietarëve, pse mendoj për tek ne mjafton, sikur sa thash, mbulimi i kokës edhe shamia e mirë e rregulluar si duhet dhe domthon pjesa e mbetur e veshjes me qenë sipas standardeve të udhëzimeve të fesë. Ndërsa për rastin konkret mendoj që nuk duhet me bë presion, ajo është drejtë e saj dhe veshët ashtu siç e mërmeni apo. Thot është bidat 72.000 herë me bë çelime. Në çelime fjala kelime. Kelime është përse fjala e tauhidit, kelime të tauhid. Fjala e tauhidit me la ilaha illa Allah. Andaj pse më kufuz me 72.000 herë ose pse më kërkuve 72.000 herë. Thuni la ilaha illa Allah. Thuni sa të keni mundësi thuni. Nga se kjo dhikr, ka thënë pejgamberi sa afdalu dhikri, apo thënë ma dhikri më mirë la ilaha illa Allah. Por pa kufuzuar 72.000 herë, pa kufuzuar thuaj la ilaha illa ka cilësh pa numër. S'ka nevojë me numërua apo. Nuk ka nevojë numëru. Pejgamberi sa ka thënë që me thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me këtë version të plotësuar që të na është njohur që thuhet edhe pas namazit, 100 herë kush e thot pas sabat ose kush thot në dhikrin e akşamit, domthonë Allah e mbron nga shejtante, e ngrit drejgje, ja fal kaq shumë gjuna kështu me radhë. Atë është vlerë e madhe me thonë la ilaha illallah. Këtu i numra 100 herë, për shkak se ka argumente. Tjetër mos i numra. Edhe thuaj la ilaha illallah sa dush, pa pasur më kufizuar 72.000 herë, 50.000 herë, sa do kufiz. Sa të ke mundsi thuaj la ilaha illallah. Edhe ajo që më rëndësish është që fokusi me kon të përmbajtja të cilësia. A din çka i të thon? A din çka është fjala la ilaha illallah? Është fjala më e madhe thënë ndonjëherë. Është fjala që përmban vetëm se këtë fejon është në la ilaha illallah. Prandaj na kur mirë me numra, mirë me formalitete, e kanë humb substancë përmbajtje rresht tash nuk ka ndikim kjo fjalë në zemrën tonë në përmirësimin e gjendjes sonë. Nuk kërkon një thënie la ilaha illallah më cilësore, më kualitative, më përmbajtësore. Ajo është që nuk lidhet me numra, por lidhet me kuptimin e saj dhe përmbajtjen e saj dhe ndikimin e saj në zemrën tonë. Thot jam e pambuluar, kur falem dhe pastaj e heqi shamin, a e kam gjuna, pra që s'jam e mbuluar. Ta shtu dy çështje. E para që falesh elhamdulillah. Dhe fakti pse nuk je mbuluar nuk duhet me të pengu kurrë nga namazi. Nuk duhet me kushtëzu mbulesën me namaz. Me thonë që derisa nuk mbulohesh, nuk është rregull edhe namazi. Nuk është kështu. Namazi duhet më fal, nga se namazi është obligim më i madh se mbulesa. Prandaj ti pe kryen një obligim më të madh, ka rregull. Një obligim që është në namazin duhesh me shikuar veten tonë pse s'u mbulohesh. Do normal, jo vetëm me mbulesë, po çdo moszbatim i urit të Allahut xhallahu ala gjuna. I veçamia, çdo edhe burri edhe gruaja kur qoftë nuk zbaton urin të Allahut, është shkelje, normal, çdo shkelje gjuna. Kështu që unë të këshilloj që ta rishikosh këtë qëllim tonin, të largosh çytet e shejtanit që të frikson për mesyrin se nëse mbulohesh, s'ka çka më ndodh. Sa kemi me qindra mira motra tona që janë të mbuluara, edhe realisht janë pjesë e përditshmërisë, e të integruar në shoqëri, studiojnë, mësojnë, janë familjare, e kështu me radhë nuk ju pengon kjo fare që ta jetojnë jetën ashtu sikurse duhet. Prandaj mungesa e mbulesës e kështu motra tona muslimanë që falen, por nuk kanë të mbuluara, kryesisht ndërlidhet me disa çytje që janë të friksuara çka ndodh, a mundem, as mundem, tani s'mundem me shku këtu, s'mundem me shku kështu. Mbulesa veç hajt bën, veç dobit bën. Dhe kur jemi te kjo temë kemi edhe një mesazh thotë cilat janë kushtet e mbulesës së pranuar islame. Detali kanë përmend kushtet e mbulesës. Unë duhet të pranoj disa pyetje kryesore që janë, domthonjë që të jetë e mbuluar i tërë trupi, domthonjë përveç fytyrës dhe durrëve. Të jetë e gjerë,
Jo e ngushtë për trup, por të gjerë, jo që për shumë, se esenca është me mbulu gruan, jo me e përshkru në formën që mund të vizatohen vjet të trupit të saj, kjo është zban. Qase kanë për shumë disa forma të hijabit që nuk është hijab fetare, domthon. Për shembull me farmerikat ngushta, çfarë kuptimi ka hijabi kështu, fatkeqësisht apo. Ose për shembull një shami shumë formale që gjysma e kokës duket e kështu me radhë, për shembull. Hijabi është udhëzim fetar. Hijabi është kërkesë e Allahut te barekutaala dhe ai ka shpjeguar rregullat dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duhet më përmbajt. Pa më mbulu tër trupin përveç sa fytyrës edhe durve, që lejohet mi zbuluar. Gjithashtu të jetë i gjerë, apo mos të i dukshëm. Do mund të jetë i gjerë, po i dukshëm që mund të duket një pjesë e brendshme e trupit apo. Pastaj nga është që mos t'i përngjan teshëve të burrave. Nëse gruaja i ka teshë të veta, burrat i kanë teshë të veta, mënyra që dallohen dhe veshën ata. Gjithashtu të mos të jetë përgjasim. Mos të ndonjë teshë që i gjason kulturave të tjera, i gjason feve të tjera. Muslimani ka identitetin e saj edhe në mënyrën se si ajo veshet. Mos më qenë domethënë teshë provokative që bien sy. Mos më qenë teshë që me të synohet rrëmbimi i vëmendjes ose ekspozimi i caktuar kështu me radhë, apo tërheqja e vëmendjes kur të kalon. Mos të jetë teshë e parfumosur, nga se gruaja me parfum që realisht ndihet era e saj tek kalimtarët është ndaluar. Prandaj këtu janë disa kushte që dietarët kanë përmendur lidhje me mbulesën e që në secilin kush pastaj ka shpjegime dhe ka detajet e veta. 71 vjeçaria thot falem ulur për shkak të problemeve shëndetësore dhe thot kam probleme me mbajtjen e abdesit. Po, se përket falës ulur në rregull është. Alhamdulillah. Kjo është lehtësim pi Allahut mënduar që ti falesh brenda mundësive tua. Alhamdulillah që për ngatin e namazit Allahu ju rujt edhe ju shtoft edhe më tepër ambicien, vullnetin dhe kujdesin për obligimet në Allahut veçanërisht namazit. Se përket pyetjes së dytë që ka të bëjë me urinimin, domthon dhe po pastrohet, nëse në këtë rast nuk kupton se nuk kupton milada komt që pastrohet, ai pastrim i këmbëve nuk mjafton për abdes. Nga se pastrimi i këmbëve gjatë marrës abdes duhet të jetë pjesë e abdesit me niyet për abdes. Nga se niyeti në abdes është kusht. Do që me di që të marr abdes. Nuk mund për shembull njëri për shembull të marr abdes verës, i lën durt, syt, dur deri këtu mbrojtë, unë mor abdes rastësisht për shembull, tu do të më fresku. Jo, duhet të pas nga se pejon shkata inamel amalu biniyat. Vepra që mund si pas qëllimit, duhet pas qëllim pse po lashti, ose pse po i fërkon, ose po i pastron gjymtyt e caktuara. Pra në këtë situatë them që merr abdes dhe falu. Nëse kemi nevojë marr abdes, duhet më lë edhe komt në kuadër të abdesit, jo më mjafton me lënë parë të këmbëve që është pastrim nga urinimi. Qartë. Dhikri namazit thot, namazit teravive thot. Po e lexoj këtë ju ka thonë hoxha me thonë 72 herë natën e kadrit. Po në natën e kadrit. Prapë të kemi të kufizimi numrave. Ndëgja, vëlla Bojar, do të më qenë një mësim për ne gjithmonë. Adhurimi është e drejtë ekskluzive e Allahut mënduar. Adhurimi me këtë format e tij. A është përmendje Allahut, a është namaz, a është agjerim, çka do qoftë, është e drejtë që i takon vetëm Allahut mënduar. Andaj ne kemi në Islam një rregull që thotë kështu: nuk e adhurojmë askë pas Allahut dhe nuk e adhurojmë Allahun përveç si na ka mësuar Allahu përmes pejgamberit. Rregull është. Në 10 ditën e fundit, çka na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Të themi: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, e do falen, më fal mua. Pra hoxha që i ka mësuar kështu ka pas për qëllim që me i angazhu. Ndoshta numri ka qenë shumë simbolik, shumë formal, jo i qëllimt. Po spaku, edhin me i thonë që thuj sa më tepër. Thuj sa më tepër. Jo ka 72 herë. Prandaj u mënej që hoxha ka ditë ç'është mësu, edhe përmendja e numrit është formal. Jo bazik dhe esencial. Prandaj kërkim falë në 10 ditën e fundit në kërkim të natës së kadrit, jo vetëm natën 27, por gjatë tërë 10 ditëve, veçanërisht natën, duhet që gjua jonë të jetë shumë e lagur, shumë në lëvizje në kërkim të falës nga Allahu te bareku teala. Qoftë me duan që pejgamberi më ka mësuar Aisha radhiyallahu teala në gruas së tij, me atë që përmend o Zot ti e falës, e don fal, më fal mua, ose me çfarë do i forme të kërkim falës nga ana e Allahut të mënduar.
Duaja e mësyshit për ankthin? Mësyshit dhe ankthi dallojnë, por nga lutjet më të mira për këto probleme është leximi i surës Felek e surës Nas. Zotin këto dy sure kanë zbrit me këtë qëllim, që na mësojnë nga çka të kërkojmë mbrojtje dhe si të kërkojmë mbrojtje. Në surën Felek janë disa sherrë të këqija që na rrezikojnë, ndërsa në surën Nas është ekskluzivisht për çytjet dhe për problemet me vezveset e shejtanit. Prandaj lexoj sa më shpesh surën Felek edhe Nas, rigati namazit, abdesit, rigati lutjeve të mëngjesit dhe mbrëmjes. Te libri Mbroja muslimanët e keni atje dhikra apo lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes. Sa më shumë ato mi këndu, sa më smilon kur. Me lenin Allah xhallahu ala largon edhe çytet dhe ankthi inshallah. Thot falem, por dëgjoj në anën tjetër muzikë pi duhan. Si është gjendja ime? Si me i hek këto? Gjendja jote nuk e di, unë nuk jam gjykatës, Allahu din më së miri. Do më në fakti që po ndihesh keq për lëshimet e tua që po i bën, kjo është një situatë e mirë, elhamdulillah, me që njerëzit në mëkatim dallojnë. Ka njerëz që mëkatojnë po ndihen keq, apo këta janë mëkatarët më të mirë, nëse mund të them kështu kushtimisht, apo sepse mëkatarët më të mirë ata që pendohen, po për rast ata që janë ende në mëkatim, që ndihen keq, ndihen disi të dëshpëruar, po ja janë të dominuar nga epshi, këta një kategori. Ka kategori që realisht bashkëtojnë me të keqen. E din që është e keqe, po çka kemë bëu, nuk po më, kjo është ma keq. Ka disa që mburen me këtë, apo mburen me të keqen, po unë bëj këtë, unë bëj këtë, kjo është faza më e keqe e mëkatimit. Prandaj me që në një fazë shumë afër pendimit, apo shfrytëzoj këtë fuqi të keqardhjes që të braktisësh punë të këqija, çka do të qoftë, sikurse përmendet duhan apo punë tjera që ti din se nuk janë punë të mira apo. Në anën tjetër, namazi është pikërisht për këtë. Nëse fal namaz, çish ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur e ka përshkruar namazin. Ka thonë, nëse dikush e ka pranë shtëpisë një lum, dhe 5 herë ditë e latënte, a mbetet ndysirë? Mbetet. Prandaj përdore namazin me të la. Përdore namazin me të la. Me të pastru nga mëkatet. Nga se namazi e ka këtë funksion, e ka këtë përmbajtje të kuptimit që realisht e sjell ndryshimin. Ne duhet gjithmonë të jemi më të mirë. Jo vetëm në raport me këto që i përmeni ky vllau i nderuar, po për shembull gjithçka. Namaz duhet të na bëj për shembull edhe më të sjellshëm me prind, edhe më të sjellshëm me familjen, edhe më të kujdesshëm me dashnit ton, gjithmonë më mirë, jo vetëm kuptim të mëkatimit, por edhe kuptim të punëve të mira. Gjithmonë të jetë avancim që ne jemi në përmirësim të vazhdueshëm. Kërkon nga Allah me të ndihmu, në Allah mbështetu. Vallai ai që në Allah mbështetet, e kërkon ndihmën e Allahut, është i sinqert që me largu punë të këqija dhe këtë e bën duke u penduar tek Allahu sinqerisht dhe duke u mbështetur te Allahu ka më ndihmu. Qartë, vazhdojmë tutje. Kemi një tjetër telefonat. Alo. Assalamu alaikum. Aleikum selam. A bëni po një pyetje hoxhës? Po si s'bën? Hoxh, a mundet një vajzë 7 vjeçare me agjëru këtë Ramazanin? Qartë. Faleminderit shumë. Përse ditër e mirë, natër e mirë. Natër e mirë. Kemi një tjetër telefonat. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Selam aleikum, të bëj. Aleikum selam. Dhe ishtë me pitë hoxhën në kumrit, halon me në mësu me lezu Koranin arabisht, por gjatë Ramazanit jam të lëgju të më thonë Koranin arabisht, e të lezu shqip. A ka shpërbim të to, ota, më do nga i të hasme? Po e qartë. Fandet, kalimisht. Dhe ju kalushi mirë. Një voglushe 7 vjeçare, a bën me agjëru, a mundet me agjëru krejt Ramazanin? Mundet me agjëru. Ka përvoja të kësaj natyre, ku fëmijët 7 vjeçar, 8 vjeçar, agjërojnë pa problem. Përqenisht tash ku koha është me shkurt, është me freskët, nuk është vapsi, kurse në muajt që kemi pas në të kaluarën. Mirë po, kjo duhet bërë në koordinim me prindrit, ata din më mirë, a ndikon mësim, a ndikon shëndet, për shembull, a mundesh a nuk mundesh, tjetë në koordinim me prindrit. Dhe nëse prindrit e vlerësojnë se po nuk ka të lashtë, dhe mendoj që prindrit duhet një përkrah fëmijët e tyre në këtë dëshirë për t'ju nështruar Allahut te barekutaala, nga se kjo është edhe realisht
një investim edukativ tek fëmijët që kur vije koha veç janë të gatshëm të zbatojnë obligimin ndaj Allahut të mënduar. Jo ndoshta me agjëru krejt, por disa ditë po, disa ditë jo po shon. Nëse ka mundësi krejt, pse jo, bën edhe krejt me agjëru, por gjithmonë thash në koordinim me prindrit dhe me mbikëqyrjet e tyre në vazhdimsi. Thotë, po dëgjoj Kur'an arabisht, e lexoj shqip. A konsiderohet hatme? Hatme nuk konsiderohet. Për shkak se hatme është leximi i Kur'anit në gjuhën që ka zbrit. Që kjo është hatme. Ndërsa a ki sevap, po ki sevap. Prandaj nuk bën mu lidh me hatme. Do dikush ja bën ja mund gjej hatme, ja s'lexoj ose s'ngoj. Pse kështu po e kurzon? Hatmja është një mënyrë e përfitimit nga Kur'ani, një mënyrë, nuk është e tëra. Andaj mund të kemi përfitu nga kjo mënyrë duke lexuar, duke dëgjuar arabisht Kur'an, duke kënaqur shpirtin me këtë fjalë të Allahut te barekuta që të freskon edhe kur e dëgjon, edhe duke lexuar edhe përkthimin, mund të përfitosh më shumë se nga hatmja. Prandaj vazhdon këtë mënyrë sevap ki, mirë po edhe me mësuar me lexuar arabisht nuk është e pamundshme, shumë është lehtë, shumë është e thjeshtë të një hoxh, të një madje një xhamatli që dhe me lexuar Kur'an që mirë mund të mësuar me lexuar Kur'an edhe të jetë për sa të jetë gjallë, domthon mundësia e leximit të Kur'anit. Një sakrificë 2-3 javore, por me përfitime pastaj jetësore. Një mesazh thotë, më ka dështuar thotë shtatzania para një jave, në javën e 10 dhe kam abortuar, a lejohet të agjëroj Ramazanin dhe me fal namazin? Po. Se përket lehonis, domethënë për të qenë një grua lehone duhet të jenë dy kushte. Në rastin e abortimit, se në rastin e lindjes është njëor, nëse një grua lind, atëra pas lindjes ajo është lehone, do të thonë gjaku që del është gjaku i lehonis. Nëse gruaja aborton, atëra tek aborti do të pas parasysh dy gjëra. E para, formimi i frytit. Se kur ka dalë ka i formuar, sikurse tamam fëmijë, në këtë rast gjaku është gjak lehonie. Ose më mbush mbi 80 ditë. Nuk u formu komplet, po ka kaluar 80 ditë apo. Atëra në këtë rast është lehona apo. Nëse është në 80 ditë, sikur është në rastin e kësaj, domethënë dikun 60 i vjen afër të 10 javë nuk janë 80 ditë plota. Atë në këtë situatë konsideroj që nëse fryti s'ka qenë i kompletuar dhe nuk janë kompletuar 80 ditë, atë në këtë rast themi që gjaku që del është gjak çrregullimi, jo gjak lehonie, dhe në këtë rast ajo falet edhe agjeron pa problem. Qartë. Vazhdojmë me telefonatat e tjera tani. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Deshta me bën një pyetje, fakt 2. Po. Pyetja e parë është për shembull, a më lexoj dikën e mëngjesit dhe të ndrëmjes shqip. Mase arabisht nuk e di, po veç me lexoj shqip kështu. Edhe pyetja tjetër është, për shembull, a mundesh me stërpik shtëpinë me ujë të kënum, këto dua që janë në surët Feleku nase, kështu veç nëse mendon që diçka s'është shku mirë ose diçka, edhe mandej me stërpik shtëpinë për qaf. Qartë. Faleminderit. Mirë, thotë dhikën e mëngjesit dhe mbrëmjes me e thënë shqip. Thuja arabisht, për shkak se teksti që është në arabisht është tekst i shpallur. Pejgamberi sa është i mësuar nga Allahu që është me bë dhikr, apo. Nuk është domë lutje zakonshme. Aty mund të jetë një shprehje që është e veçantë, nuk mund të përkthehet në ndonjë gjuhë. Dhe është me ndikim në mbrojtjen tënde. Te dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes të mburia muslimanët e ki edhe transkriptin. Me shkronja latine. Me shkronja latine lexoj hapta pa problem. Në arabe me shkronja latine. Kur'ani nuk lexohet me shkronjën latine, se Kur'ani është më i ndihshëm. Atje një shkronjë duhet me ditë çu shqiptu. Por lutjet bën me lezu me transkript pa problem inshallah. Pastaj lexoj edhe shqip kuptimin që më di çka po lutesh. Do kështu bashkon mes dy të mirave. Se përket stërpikës së shtëpisë fillimisht them që mos u bëni vezvese gjithçka që ndodhet me stërpik shtëpinë apo. Nëse ka para stërpikës ka tjera procedura. Nështë ka nevojë për diskutim familjar, ka nevojë për dialog, ka nevojë për mirëkuptim, ka nevojë për mbrojtje kërkesash, obligimesh, nuk mundem na me një stërpikë problemet e familjes me rregulluar. Por nëse keni mdyshje se ka diçka që duhet edhe me këtë mundimu, atëherë më mirë se stërpika është më pari namazin shtëpi më fal. Përmendja Allahut. Çfarë po shohin televizor? E stërpik shtëpinë kot kur televizori me pamje të pajishme në dyta që likin me laket nga shtëpia, për shembull. Prandaj duhet me përgatit shtëpinë stërpikës, jo vetë ashtu ta thon.
Nuk është e bashkështu me gjithçka, le të jenë banorët e shtëpisë pa namaz, pa përmend të Allahut, nëse ka gjuna, ka mëkate, ka muzikë të me përmbajtje të degeneruar kështu me radhë, e në fund pasërpikjes. Ka kuptim kjo? Nuk ka kuptim. Prandaj, s'po them që ke shpirt të tillë, mos më keq kupton, po flas në kuptim të përgjithshëm. Prandaj mundohu me eliminu faktorët e sjelljes së problemeve në shtëpi një nga një. E pastaj marrë të stërpike. Andaj sikur thash, përmendja e Allahut, leximi i Kuranit, namazi, diskutimi familjar për përmbushjen e kërkesave, për sjelljen e një situate të mirëqenie në familje, nga se kanë për bisedë familje, me diskutu për probleme. Edhe pastaj me lëshu Kur'an. Me lëshu surën Bekara me këndu tek shtëpia. E mund vije edhe si opcion pse jo edhe stërpikja e shtëpisë, nëse veç mund të jetë një problem pak më serioz. Vazhdojmë tutje. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Dashta me pyet hoxhën për besimtar që japi sadaka apo zeqat dikujt smut me kancer, po e kanë me kusht që mos mi dëgju asnjë hoxh tjetër përveç domethënë 3 hoxh që ja caktojnë ata, sepse tjetë hoqë jenë devion. Domethënë, tjetë kusht rreth islamit, ku na jena praktikus 25 vjeçar të islamit. Praktikus, jo veç fjelen musliman, apo praktikus jemi. A është në rregull kjo? E kuptuam pyetjen tuaj, faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Kemi një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje, dashta më apo një pyetje hoxhës. Po. Unë çtash në Ramazan, kështu e kum bë plan edhe një jetë kështu brenda shpirtit tam që mu pendu edhe me bu shumë dhikër edhe me shfrytëzu shumë që të Ramazan, a mu dyqysh po mdo këtë vetja që sa du që po bëj dhikër, ose sa du që fali namaz, ose që to veprat e mira, në fund ditës po mdo këtë si por s'kom bo kur gju. Pini që shpirti jam dyqysh nuk është që ashtu e ndje, ose ashtu të u forcu imanin, nuk po di, jam të i bona shtem të shku hapave, që për mu forcu që kjo imani jam, ama pikam shumë problem. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Faleminderit juve. Sadaka e kushtëzuar se cilin hoxh me dëgju e cilin jo. A bën kështu? Nuk bën. Edhe ai që thot du të mingu 2 xhallar, 3 këtë në devijum, mendoj që ajo është i devijum. Qysh ka mundësi me 100 vetë xhallar në rregull e 100 xhallar tjetër të devijuar? Mbi çfarë baze kjo? Kjo është kurzim realisht pa asnjë bazë fetare. Ti më akuzoj dikujt qyren po të ndihmoj, kjo është shantazh, kjo nuk është sadak. Ti po shantazhon. Ti po e kurzon me diçka që pa e keq përdor dobësinë e dikujt. Tash më shkutin një fukaraj me thonë qyren po t'jep bëk mongra veç mund kimë mgu. Me çfarë baze? Kush jeti me ngu ty? Ti ndihmon për vetën tonë. E sadakaja realisht nuk është për fukaran, është për ato që jep. Sa fukaraja prap ka me gjeti dikush që ndihmon, po ti çka kimë bëu? Dhe mendoj që kjo është shumë e ulët edhe tepër, domthonë po mënej e papjekur edhe munges e madhe e dijes edhe njohurive fetare. Pra që kjo nuk është në rregull absolutisht, nuk është fare në rregull. Telefonuese tjetër thotë, më duket se s'po bëj asgjë, përkundër që dua të pendohem, bëj dhikër e kështu me radhë. Fillimisht njëti që e ke bërë është i mirë. E dyta, përpjekja për me jetësu këtë njëtë është punë e mirë. Përjetimja i dhikrit e i kësaj, do më thonë, mos e matë me këtë. Përjetimi i dhikrit, ndjenja e mirë të rëspi Allah të barakutale. A hedin kure qënë. E ke pasi përshon nga punojmë, po kërë Allah qënë pak, kërë Allah qënë shumë. Kërë punojmë pak e vjen shumë. Kërë punojmë shumë e vjen pak. Një të përdishme, që ashtu dhe punë e adhurime. Allahu Gjellewala dhe me e testu sabrin tënë, për kushtimin tënë. Nëse të regosh stabile, përshënduar në këtë, pavarësisht gjendë që shnijesh, me rinë Allahu Gjellewala ko me ta qelë dikur që ki muhabit nga përjetime dhe ndjenë të mirë që kanë marrë. Prandaj, nuk ka rrugë për me përmirësu gjendë i besimit për që adhurimeve, dhe tjenë rrugën e duhur. Ti po bën çka duhet me bë.
Për shembull tash kam thon, atëherë masi spendin dhikrin, spendin në shpirt shtimin e imanit, atëherë mos bë dhikr. S'munëm. Se dhikri është ushqimi kryesor i zemrës, ku realisht është pjesë e imanit. Prandaj vazhdo me dhikr. Vazhdo për kushtim. Lut Allahun për hajër. Nuk ditë kur Allah e qela. Kështu që rishikoje dhikrin është për shembull me vëmendje, mos jetë veç formal, sikur thash me numra. Po mundohu që me bë dhikr edhe me gjuhë. Po në shumicën e rasteve mundohu me qenë zemra prezente. Duke kuptuar çfarë po thu, duke pretuar atë çfarë po thu. Edhe nëse zgjen pretimi spaku kuptim mund të ndodh. E di çka po thu, kur thu subhanallahu çka i bën, elhamdulillah çka i bën. Astaghfirullah çka i bën. Çka thonë me këtë fjalë? Ne këto mund mi kuptu. E pastaj, domthon, vije thënia, pastaj vije kuptimi, pastaj vije pretimi. Është përshkallëzuar. Andaj vazhdo kështu edhe mos u ndal. Keqardhën këtë situatë është e mirë nëse është në favor të shtimit. Nëse është në favor të dështimit, të zhgënimit, nuk bën, se është e shejtanit apo. Don dikush thotë po bëj dua, po s'dia po bëj mirë apo. Ka dalë se du me bu ma shumë. E në regullë që kjo. Don që kjo keqardhje që prodhon shtim të veprës edhe insistim dhe këmbgulje për me u pranu vepra është efekt pozitiv i kësaj keqardhje. Nëse keqardhja realisht keqpërdoret edhe e zbraps njërin, është e keq i djallëzore, mos ju përgjigj. Vazhdo tutje. Mirë, do t'inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit. Alo? Salam aleikum. Aleikum salam. Uri Ramadani, Allah ju më shumë. Amin, urime dhe ty, faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Çfarë përmbyllje bukur emisionit. Faleminderit hoqë që ishe me ne. Bujar, faleminderit dhe ty, gjithë shikuesve, agjerim të lehtë, veprat pranuara. Amin. Dhe paqe bereqet edhe në pjesën e mbetur të Ramazanit me emisionet e bukura dhe përmbajtësore. Amin, faleminderit shumë. Dhe dashur miq, kaq për sonte, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.